Zoti nëpërmjet Lukës sot, të dielën e parë të adventit, ne jep një fjalë të fortë. Cila është fjala? Vargu i 4. Që ti, është fjala për ty, të njohësh vërtetësinë e gjërave që të janë mësuar. Pra, i gjithë qëllimi i Ungjillit është që ti të njohësh që gjërat që të janë mësuar në lidhje me Perëndin, në lidhje me ardhjen e tij në botë me një trup njerëzor, në lidhje me shërbesën e tij të mrekullive, vdekjen e tij në kryq, varrimin dhe ringjalljen ditën e tretë, fillimin e kishës së hershme, kishës së krishterë, që dokumentohet tek Veprat e Apostujve, me qira fjala është vijimi i librit të parë të Lukës, që është Ungjilli sipas Lukës, ai vijon më tej me Veprat e Apostujve, që është libri i dytë. Cili është qëllimi i tyre? Që ti të mësosh që të gjitha këto gjëra, ku ti ke ndërtuar jetën tënde shpirtërore, besimin tënd, vlerat e tua morale, familjen tënde, janë të vërteta. Janë të vërteta.